A është në rregull nëse studioj fakultetin e drejtësisë apo është e ndaluar? Vetëm magjin është ndaluar me studiu. Kretë ulemat janë të pajtimit se studimi i magjisë është i ndaluar, është haram. Edhe për kuriozitet, nuk ban. Shkenca tjera, si kurse meselja fakultetit drejtësisë, nuk është ndalume. Na mundime me bisedu gjërë edhe gjatë, të besosh se ka ligj tjetër më i mirë se sa ligji i Zotit, ta përkrahësh një ligj tjetër përveç ligjit Allahut, a ka shariat tjetër që na lejohet neve me u gjyku përveç shariatit të Allahut. Këto e mesele që mundemi me i diskutu, a ban pastaj me punu si avokat, gjykatës, prokuror, edhe këto mundemi me i diskutu zbashku, në për tubime, në për ne, në për simpoziume, në për diskutime të ulemave të mëdhaj, e jo në për pyetje përgjigje të Instagramit, të Facebookut, edhe 1 minutë të gjysë edhe me uqu me ba huti në mesin e popullit. Studjeje nëse veç e kenis, shkruaj një shkollë e cila ty të bën dobi, dinit tani bën dobi, familjes tane, që mundën me ta pa khejrin dini Allahit, edhe pse s'ka nevojë dini për ty as për mua. Mund me ta pa khejrin popullit ku jeton ti, mund me ta pa khejrin shoqëria, shteti ku ti jeton. Pastaj, kur ta kryen ti fakultetin, nëse veç po e dan këtë fakultet edhe e ke nis, hajde te une, ose shko te nevosh tjetër, edhe diskutojmë çka me bë ti me atë shkollë, çysh me i bë dobi njerëzve. Gjithmonë ka vend për mirëkuptim, jo për arrogancë, për bërtima, për huti. Ka daldale. Nisja falu, vllai dashtën. Fale namazin, mësoje besimin. Banu i dashën, i sjellshëm, i dobishëm, student i mirë, kujdes nga arroganca, nga urrëtia, nga përçamja. Nuk kemi nevojë me bë zhurmë njëri me tjetrin, me u përla, jemi një popull i vogël, i vujtën, jemi të dash me ecë ka khejri, me ecë përpara, jo me u përqa dhe me u përla, në emër të disa fetvave që në origjinë kanë arsye tim, por forma se si publikohen, si i marrin njerëzit, si i ndryshojnë, i këpusin, etj, është e pahishme. Allah na përmirësoft.